Demokratët të gjithë janë në protest. Dhe në këtë protest marrin qindra dhe mijëra demokrat në mënyrë të vazhdueshme. Dhe unë mendoj se ka qenë vendimi më i drejtë që ata kanë marrë. Nuk kanë shkuar me simbolet partisë, kanë shkuar si qytetar, por si demokrat. Për sa u përket sloganeve, ka disa momente nuk kanë asnjë lidhje me idealet e vërteta rinore qytetare. Slogane klithma, mjerane të opozitës së opozitës, me cilat ajo, duke krahasuar Edi Ramën me Sali Berishën, duke krahasuar dy të pakrahasueshëm në mënyrë absolute në çdo aspekt, kërkon të zbusë pozicionin e Edi Ramës. Kërkon gjithashtu të nxisë Qorsokakun për lëverdi të opozitës. Nuk ka në botë, historinë e botës, kush të protestoj kundër opozitës dhe qeverisë njëkohësisht, të bazoj qeverinë me opozitën. Këto janë të gjitha dufe dhe mbllëthe të atyre që hynë në politikë si shërbëtor të qeverisë dhe mendojnë se mund të spostojnë opozitën vigane, e cila kaloi një kalvar të papërsëritshëm në Europë dhe u provua para shqiptarëve si opozitë e vërtetë dhe e fuqishme e këtij vendi. Ndaj dhe unë të juftoj ju, asnjë impresion nga ato klithma, mbështetje të plotë, masi ato nuk janë britma që dalin nga idealet e të rive shqiptarë, qytetarëve shqiptarë, por dalin nga grupe të vogla, nga opozitës dhe grupe të vogla të armikut të egër të opozitës shqiptare, George Soros.